Vlora vijon të mbetet një nga destinacionet turistike më të zgjedhura nga pushuesit vendas dhe të huaj. Tashmë, teksa jemi drejt përfundimit të sezonit veror, qytetarët e Vlorës bëjnë edhe bilancin e tyre për mënyrën se si ka ecur turizmi këtë vit. Të intervistuar për Blu Televizion ata shprehin mendime të ndryshme. Për një pjesë të qytetarëve, sezoni turistik ka qenë pozitiv, me një numër të konsiderueshëm vizitorësh dhe me një larmi të madhe kombësisht që kanë zgjedhur Vlorën për të kaluar pushimet. Më mirë nuk ka ku të vej, po dyndur. Nga gjitha anët dyndur. Po, pushues edhe vendas. Por jo të gjithë ndajnë të njëjtin vlerësim. Ka edhe qytetarë që e shohin me skepticizëm sezonin e këtij viti. Sipas tyre, Vlora ka pasur më pak turistë dhe pushues krahasuar me një vit më parë, ndërsa rendisin edhe disa faktorë që sipas tyre kanë ndikuar në këtë situatë. Po tash i mirë, po edhe pikës. Deti shumë i pistë. Mirë, nuk themi se mirë. Po pa pastërtia. Nuk e di çfarë të them unë. Shumë keq. Çdo gjë nuk është mirë, nuk ecën më mirë, ecën më keq. Nuk ecën më mirë, ecën shumë keq. Po se besoj ta ndryshojmë. Ja, absolut. Kurse ndryshuan ata në fillim, që mori zhvillim, Vlora mori shumë zhvillim, Vlora në fillim. Tash se besoj. Tash sa vjen po bie e sezoni. Ja, para 2 orë aty, ratifik njëri remunës e mori që në spital. Në temperaturë që ka. Jo, shikoj gjendja ishte... Si se në Greqi, kecim, jo shumë, jo pak. Tonë? Bëj shumë krasim. Një internet doja të merja, vajta 1 muaj në zjelida. I kalova pushimet me internet. Janë më të ulta, njerëzit ka më pak njerëz, çmimet i keni më të shtrenjta nga në Greqi. Një ujë në Greqi në çdo vend e merr me 500 lek, në supermarket e merr 30 lekë. Këtu edhe në supermarket po të vesh do ta marrësh 500 apo 600. Me këta njerëz që kanë në drejtim, me këtë mënyrë drejtimi, nuk mendon njeri për poshtë, mendojnë secili që ka xhepin plot për vete dhe e hedh jetën, e bën jetë. Është e vështirë të kaloj, po nuk u ndrua mentaliteti, po nuk ka një gjë që ai që është në drejtim të mendoj për pjesën poshtë, se sa të ardhura ka dhe si mund ta kaloj jetën, nuk bëhet kjo. Ndërkohë, sa u përket shifrave të sezonit veror të këtij viti, të dhënat tregojnë se numri turistëve është në kuota të përafërta me ato të një viti më parë. Megjithatë, perceptimi i qytetarëve mbetet i ndarë mes atyre që e konsiderojnë sezonin pozitiv dhe atyre që presin përmirësime në vitet në vijim.